Në 7 bashkitë e qarkut të Vlorës ka përfunduar tashmë edhe numërimi i votave krahas subjekteve politike edhe për kandidatët, teksa kemi një listë me emrat më të preferuar nga subjektet politike në të gjithë qarkun e Vlorës, ndërsa KZ-t e qytetit, por gjithashtu Selenica, Imara, Saranda, Konispoli, Delvina dhe Finiqi kanë mbyllur tashmë edhe 2 herë pas përfundimit të këtij procesi i cili në Vlorë me sa duke marrë parasysh edhe votimin ka zgjatur në më tepër se 3 ditë. Për kandidatët të cilët ishin në listën e hapur për deputet në qarkun e Vlorës, nga 2 subjektet më të mëdha politike në rang qarku, PS dhe PD-ASHM, renditja në vota është si më poshtë. Nga Partia Socialiste, më i votuari është Damian Gjiknuri me 10.031 vota, i ndjekur nga Vullnet Sinaj 8.757 vota, i treti Ardit Bido 7.360 vota, Vasil Lajo 4.894 vota dhe Brunilda Mersini 4.892 vota, por lista pasohet edhe nga kandidatët Klevis Kaso në vendin e 6 deri më tani me 4.623 vota, Brisida Çakëri 2.610 vota, Evi Sallushi 2.203 vota, Gjergji Mërkuri 1.651 vota, Endri Syeni 1.539 vota, Mjaftesa Sulaj 781 vota, Ina Majko 338 vota. Ndërsa nga subjekti i Partisë Demokratike dhe Koalicionit për Shqipërinë Madhështore, kryeson Petra Gjikuria me 3.533 vota, i ndjekur nga Artan Liçaj 3.352 vota, përfaqësuesi i subjektit politik Partia Agrare Ambientaliste. Në vendin e tretë, Matilda Qurku 2.789 vota, Nada Daullia 2.375 vota, Alta Azizia Luci 1.625 vota, Mario Runaj 1.539 vota, Edmond Fetau 1.368 vota, Romario Meminaj 1.276 vota, Selaudin Neloj 827 vota, Skënder Muço 808 vota, Ridvan Mersini 780 vota dhe Monika Asani 546 vota. Në bazë të llogaritjeve të votave të siguruara në rang qarku, rezultati në Vlorë ishte 8-4, por ishin votat e siguruara nga diaspora, të cilat vendosën në diskutim mandatin e 4 të PD-ASHM, duke kaluar këtë mandat në drejtim të Partisë Socialiste dhe duke fiksuar rezultatin në 9-3. Ndërkohë, në të gjithë qarkun Vlorë, vazhdon edhe numërimi votave për subjektet politike të mbëritura këto vota nga diaspora. Në to, ende janë pjesa më e madhe e zarfeve pa u numëruar për shkak edhe të problematikës me shtetin grek. Pas përfundimit të numërimit të zarfeve nga subjektet politike për partit, do të nisë edhe numërimi votave për kandidatët preferencial të mbëritura nga shtetet në diasporë.